Miq të Piskut, ju përshëndesim. Uroj që t'jeni mirë dhe ritheksojmë edhe një herë që është shumë e rëndësishme që t'jeni mirë. Ju jeni ajo që do të luani gurin më të rëndësishëm të këtij vendi. Jam këtu me Gent Prognin, një nga ata njerëz luftëtar të lirisë, së fjalës, lirisë së qenit i lirë dhe qenit njeri me plot drejtat, siç na takon, jo vetëm në Shqipëri, por duke lidhur me traditat, por në çdo vend të botës që çdo kush nga ne, çdo qytetar i rruzullit toksor duhet luftojë dhe të kërkojë të drejtat dhe ato siç ka i takojnë çdo njeriu. Gent, të falenderoj shumë që je pjesë e Piskut. Faleminderit për ftesën. Për gëzime edhe nga ana ime, por edhe nga shumë miq të njerëz që i njoh edhe nga afër, por edhe në distancë që i kam ndjekur, reagimet tuaja, shumë çështje që i ke ndjekur, ke krijuar një lloj simpatie nga shumë njerëz që ndoshta mund të jenë ajo nuanca gri për sa i përket çështjeve ose partive politike. Faleminderit. Realisht nga se ka nisur ajo e gjitha? Histori shumë e bukur. Realisht edhe është histori e gjatë. Po ta përmbledh në pak fjalë, një miku im shumë i mirë, profesor, i them unë, që ditën që e kam njoftë, është njeriu edhe që më ka futur në rrugën e programimit. Kishte pasur një problematik apo ku diu një shqetësim në punën që bënte, edhe më kërkoi thjesht ndihmë për të bërë një urë lidhse me një televizion për ta bërë këtë problematikë më të madhe. Duke qenë se punoja prej vitesh në media, thash, okej, po e bëj këtë urë lidhse. Kur e pash që ajo ura lidhse nuk funksionoi, ne ishim mësuar kështu të virgjër nga kjo pjesa e skemave. Ishim chill të pasur si gjithë ato fëmijët që hedhin hapat e parë, që nuk e di që ka pengesë. Edhe shifja jetën shumë po dhe jo, po prit se. Po, edhe këtë mbrapa bëheshin shumë jo tjera, shumë pengesa për këtë edhe e ka bërë ai tjetri. Edhe kur e pash që nuk ja hapën hapësirën, i thash, ma le mu në dorë se do merr mu. Aty të kapi i delli i natit, le të themi, pse ose i padrejtësisë që po ndodhte. Bravo, më kapi duke qenë se punoja në media dhe mendoja që media është fjala hapësira të vërtetës, ose që zgjidh hallet e popullit, le të themi, se kjo na ndodh edhe ne që merrem me median konkretisht, na thonë, kur na kapi rruga, manë na zgjidh e hall, ndërkohë që kur e di se ç'është ndodh, domethënë media. Edhe unë realisht isha shumë background në media, se merresha me menaxhim webi, nuk isha në vijën e parë të gjërave, dhe thoja, ore, kush vjen këtu i hapet dera, pse thonë njerëzit si hapet dera. Kur e pash veçës, realisht nuk hapet dera, u mundoha pastaj ta merrja unë situatën në dorë. E mora në dorë, dola në një emision shumë të shikuar në Shqipëri dhe aty ndryshoi pastaj gjithë. Aty mori rrjedh tjetër. Ta përshëndesim atë se kemi si mikun ton, Fevziun, e përshëndesim. Por Fevziun besoj se ke fjalë. Po, je shumë i saktë në atë. Në ndjekën, realisht e kemi ndjek Gentin dhe Gent, unë e kam quajtur një nga këto, le të themi, këto sprovat e tua ose kauzat, le të themi, bëmat e Gentit. Një ndër to që unë, ma sa i kam ndjekur, ka qenë si betejë jotja, ka qenë me akshin. Duat të më cekësh edhe disa tjera, por me rasti konkret me akshin. Them drejtën, nuk e kam pas me institucion, se deri në atë kohë as nuk e dija që ekziston si institucion. S'ka asgjë pra që mund thonë njerëz që kanë ato gjithmonë që thonë është e ka personale ose do të Jo, e di çam, po të jap një informacion që s'e kam zgjedhur ndonjëherë, me thënë drejtën, po ta them ty sot. Më thirrë një lider opozite dhe më tha, të falenderoj shumë tha për këtë që po bën, tha. Se deri diku ki marrë dhe i kauzë që i shërben edhe një. Tha, po i vetmi problem që kam unë tha me ty është se ti ke pas punu aty, tha, edhe e ke qikin atë personal. Thash, unë një shkreti s'kam marrë kur të rrogë në shtetë, s'kam marrë tendera një jetën time, thash, vetë ka ardhur kjo informacion gabum komplet. Kështu që shumë njerëz mendojnë që Genti ka aplikuar me ndaj tender se kanë thonë dhe është çmen, po realisht as nuk e shoh fare legun e shtetit, nuk e shoh si zgjidhje të jetës time, po kam pa punën time dhe arsyeja pse u mora me këtë gjë. Ishte fushës. Jo, ishte në atë kohë patronazhisti. Po. Databaza patronazhistit
duke qenë se menaxhoja lapsin.al, për mu ishte buka e familjes, edhe në momentin që u sulmu lapsin, në vend që të shihej problematika tjetër, Po, e vërtetë është, orientu aty ku u nuk orientu duhet. shumë pse e nxori lapsi. Tani nuk e nxori lapsi, realisht se duhet ta sqarojmë edhe këtë gjë. Lapsi thjesht nxori linkun e denoncimit që kishte çu dikush tjetër. Pra ai e kishte uploadu diku tjetër, e kishte sjell e ne nxorëm linkun. Po. A duhej bër ajo? Duhej për mendimin tim duhej bër në atë Jo vetëm moment. nga lapsi. Duhej bër në atë moment sepse çfarë do lloj gjëje që të nxjerrë ti do thonë herë se ka bën një screenshot atje një. Ndërsa kur e nxjerr databazën ve disa alarme. A duhej bër në atë mënyrë? Janë shumë gjëra, po situata në atë kohë ishte para zgjedhore, ishte shumë e nxehtë edhe duhej pak aksion për ndryshuar apo për të dhënë një mesazh. Inati më shumë ushtu pastaj kur njerëzit lexonin patronazhistin, vend që të merreshin me databazën, Merreshin jo sa leka tjetri, merreshin me komentet e patronazhistave, jo i tha kësaj është shumë e bukur, jo ky voton për atë. Edhe e pash që shkoj pak dëm ajo gjithë ai presion që kisha marrë kot, domethënë se njerëzit as nuk e fare. Po morën me budalliqe. Edhe kështu pata një periudhë heshtje. Kjo ishte heshtje për shkak se të vrau, le të themi, këto lëvizjet ose mentaliteti, le të themi, i popullit shqiptar ose këtyre njerëzve Ishin shumë gjëra bashkë, them drejtën se deri diku e pranoj që janë përdorur, sepse u përdora për të bërë disa presione që të merreshin ca gjëra underground edhe ca tendera, ca gjëra. Edhe thash si e përdorur. Po kishe shumë grupe interesi që më përdornin mu për të dalë për të folë për disa gjëra, që të bënin presionet merrnin ai tender, Kishin kontakt me ty ata apo ti mendon se ti ke shërbyer kauza tyre se duke të parë ty që ti ngreje zërin për këtë shqetësim? Jo, nuk kishin kontakt me mu, po e përdornin kauzën tënde. Bravo, domethënë vinin informacione të bollshme, unë mendoja që i sillin njerëzit e thjeshtë, realisht. Pse edhe kjo ndodhi që mund të sillen po këto? Po. Gjitha informacionet që më kanë ardhur nga ata. Nga sherrët që kishim me njëri tjetrin, tendera, gjëra. Është shumë e thellë. Se ti nuk e mendoshe fare, nuk e kuptoshe fare. Në fillim jo, realisht se kam. Aq i pastër. E kisha me shpirt, realisht. E kisha me shpirt se më ndodhi vetë që miku një klient për shkak të asaj database. Kisha një klient italian, realisht më pagute goxha. Edhe më tha kur ju nuk runi dot zonat juaja, tha unë s'mund punoj me një kompani. Ka pas edhe të risk, domethënë ajo dalja asaj databazës, Edhe realisht mendoja që po bëj diçka që ore nuk do të ndryshoj unë vendin, bile s'ma ka thënë një gazetar i famshëm që nuk e lufton dot vetëm korrupsionin, po të paktën t'hidhja një gur në një lumë të qetë që ta turbulloja pak edhe të dinin edhe ca gjëra që nuk dukesh. Dhe kur e shifja që shumë programues që isha rrit me ta, kisha punu me ta, s'kishin guxim me fol, aty në vite më shumë inat që të flisja, se t'ju thoja ore, po s'folëm ne, qa drejqin të bëhet me këtë vend. Dhe pastaj kur një moment që më bëri realisht që ta ulja çik ritmin ishte kur takoja njerëz dhe gjithë më thosh qa duhet ty puta valla. Ta ulja ritmin, ma uli shumë realisht. Si ishin të shumtë ata që ta thoshin. Po që të bashkuan, a kishte kënd? Shumë pak. Shumë pak. Sot në qa status je vetë sot? A mendon që je duke ecë prapë po në të njëjtën linjë apo je stepur? Pra, aja vlen pra, le të themi ndoshta edhe për dikën tjetër që mund të ketë kauzë tjetër për shqiptari që thotë ore duhet lidh unë i gjurmë, duhet bëj unë këtë gurin që është këtu, ta shtyj ose ta nxjerr në krah tjetër. Realisht ja super vlen, por duhet të bësh gati për kostot që ka. Zhgënjime të frikshme. A je sot i zhgënjur? Po, jam shumë. Shumë, realisht se ka njerëz që duhet të më kishin nejt pranë, edhe duhet më kishin ndihmuar realisht në këtë gjë, sepse i prek drejt për drejt edhe familjet e tyre, po kanë zgjedhur rrugët e tjera duke bërë çmos që të censurohen.
Po thua po nga njëjta palë që është sot në pushtet apo edhe nga pala tjetër, pra le të themi se kemi edhe Po palën e them nga opozitës. gjitha palët. Nga gjitha palët. Mos flas për opozitën se këto ditë është Se është më keq. është gjenda e gabuar. Unë kisha si pyetje të fundit, në fakt e kisha menduar si pikë të fundit, por po dalim direkt se sot rastisi sot, me qenë se hapi këtë temë, rastisi sot që unë bëra një postim që ka lidhje me opozitën. Në kohën që unë rrezikoja jetën që më vendose GPS në makinë. Po, ka qenë, po. Që më vinin email-e kërcenuese për fëmijët. Marr vesh që te syri.net ishin lajmet e mia. Domethënë imagjino e vetmja hapësirë që realisht shumë njerëz që janë ngri, që është opozitare. Shumë njerëz që janë ngri më thonin, o vllai, po bëni gjë shumë të mirë, shumë të bukur, po mos dilte syri se është i PD, se do të lidhin njerëzit, s'do të besojnë, e kupton? I thoja, o vlla, po vetëm aty kemi mundësi, na ka ngel vend tjetër, kupton? Edhe dilja për këtë arsye që ishte e vetmja mundësi për të dalë, po kur e merr vesh që t'i fshin edhe lajmet pastaj. Po çfarë janë lajme që kanë peshë, kanë shiko, sa do lajme showbiznis, normalisht lajmet që kanë do lloj lajmi tjetër, e kupton, që ka lidhje me atë aktivizëm që bëj unë, të ndikon, e kupton, se thu drejt që mori unë te këta prisja me qahallet e me mësire, me mbrojtje, me ndihmu edhe me Po, deri diku edhe ti kauzën, jo se është direkte atyre, por ke bërë një nga kauzat që ndoshta atyre mund të shërbejnë. Them drejt, ata s'kishin guxim as me folat. Me folat e nga. Realisht. Biles po të kujtoj një kohë që kam taku Lulzim Bashën. Edhe ishte koha e Covidit, edhe nga që s'doja me pa njëri që hyja dilja te selia PD se thoja do thonë njerëzit ore ky e paska me interes, e pagu kanë ta, si janë shqiptarët, e kupton? Edhe ishe Covidi, isha me kapele, me mask, edhe u fut atje. Te PD e kisha çu një dosje, që kishe lidhje me kauzën time, po ishte pak më e madhe se që mund të ta përballoja unë në atë moment, e kupton? Pa më fillua ajo kriza I don't give a fuck. Për asnjë. Edhe thash më mirë ta çoj atje se po e nxorra unë si dihet miliona euro. Edhe shkova lash dosjen kur dola jashtë, mas çfarë kohë morën telefon thanë ç'a do aty. Anonim. Anonim, anonim. E morën vesh ona. E kupton, edhe pas shumë kohësh pastaj kur dolja video e famshme ta Ulan Ballës me Lulzimin që shkonte te shtëpia Desadës. Di atë video? Jo, nuk di asgjë. Nuk di asgjë. Dini dolja ajo video kuptova që te njerëzit që mund të shpresosh një çik support, ndihmë. Unë kam i pyetje që e bëj, jo vetëm që e bëjnë shumë shqiptarë, me kam pikë pyetje të veta a të bëhet ndonjëherë ky vend? Se ndoshta këtë deri dje e ke besu ti, ose ndoshta e ke marrë edhe shpatën vetë për ta çarë atë për thënë që do e bëj unë. Jo unë vetë, se s'po themi se sot kemi Skënderbeun. Unë kam një përgjigje. Skënderbeun e kemi prapë. Unë kam një përgjigje, të them drejtën, se ma thonë shumë njerëz që a ja vlen a bëhet ky vend. Unë mendoj që bëhet vllai. Edhe mendoj që mjaftojnë 10 njerëz, s'po them si unë se duket kështu sigur. Po e ngrej veten lart, po mjaftojnë 10 njerëz që nuk shiten, që nuk bëjnë dille, që nuk ja u kanë njerëzve me të futur dhe flasin duke i pa njerëzit sy dhe e thonë atë që mendojnë realisht që ky vend bëhet. Po nëse kemi njerëz që deri dje thonin që PD-ja, PS-ja, pa i përmendur specifikisht janë korruptuar, janë kështu ashtu dhe nuk marrin një herë në telefon një të ri që del rrezikon çdo gjë për t'i thonë o vlla, bravo qoftë. Edhe na dalin sot si parti të reja që do bëjnë ndryshimin. Nuk bëhet ky fakt. Se as nga këto nuk kanë shpresë shqiptarë, se shumë e besojnë këtë. Që thonë kanë dalë të rit sot, ndërkohë që edhe një pjesë se jemi fiks në kohën që kanë dalë edhe ato listat, emrat e tjerë,
Dhe një pjesë e këtyre të vjetërve, le të themi si të Kraut Majt dhe Djath, po shkojnë në këto partitë e reja. Pikërisht. Për shkak se kanë lënë jashtë listave etj. Nëse deri dje ne kemi thonë që s'kemi besim, ja ku vërtetu që s'duhet me pas besim. A se këto të reja? Pse ke këtë përshtypje? Ja ta them, ma bërë një ambasador një pyetje, sa pse nuk i bashkohesh sa Filan Fisteku, Adriatik Llapaj. Llapaj, po. Pse nuk bashkohesh aty sa grupi i ri, sa idit paka shumë i keni të pastra. Edhe i bëra një kundërpyetje, thash të mësush mu që kam 18 vjet që punoj në televizion, edhe 4 vjet që bëj një kauzë që qa nuk po shoh. Bo 4 vite kauzë, ha? 4 vite. Qa nuk po shoh, i thash, e kupton? Realisht qa nuk po shoh. I thash të ma bësh këtë pyetje, unë kam, i thash, përgjigje, edhe mbaj veten për njëri që kam përgjigje gjithmonë dhe po të bëj një pyetje, i thash nuk po ta jap përgjigje. Po në formë përgjigjes po ta bëj. I thash nëse mësu arsyen apo si ka mundësi, thash, Adriatik Llapaj ftohet te A1 reporti, tek për tek me Babaramën, për të bërë një emision, i thash, unë nesër shkoj dal para kryeministrisë dhe them votoni Adriatik Llapaj. Thash se në gjithë këtë censurë, në gjithë këtë presion, thash që po mbojnë mu, që po flas për një fund kavalli, do me thonë një kaos që nuk i prek totalin, i thash edhe s'po mlen me dal. Thash mësuj tani si ka mundësi që ai del ku te Report TV-ja. Tek e tek me një se okay, janë 10 veta, i edhe ti, janë 4, i edhe ti, okay. Po dali tek e tek vash, më beso që ka një dorë, ka një shtysë shumë të madhe. Është një dorë shumë e madhe se nuk ka shans. Pra kjo është, le të themi, është kriju një lloj situate, një lloj loje që siç është thënë tek ajo e Katovicës e Ramiz Alis që do thjesht të bëhen disa degëzime, një me ngjyrë kështu, një pak si me ngjyrë kështu, sa janë sot, janë gati 130 parti që janë krijuar. Tani unë po të them që mu nuk më ka ftu asnjë parti me qenë pjesë e tyre. Zero. Asnjë. Zero. Biles po t'jap edhe një 2 lajme. 2 lajme. Po t'jap edhe një ngjarje tjetër kur fillova që po dilja pak në televizor. Realisht unë kam qenë njëri që shumë i mbyllur në kompjuterës. Po. Nuk, do me thonë, shifja emisione në YouTube që kishin lidhje me Amerikën, nuk më esha fare, mo qa ndodhte. Bo tjetër apo. Thjesht më duhej ato 8 orët e punës, kisha News 24 në hap edhe më duhej me e paq dhe kur ndodhte ndonjë lajm bombastik, kishim rrezik rënje faqe, rrinim edhe kur dolan, fillova me dalë në televizor, kisha dëgju për Agron Sheja. Edhe kisha dëgju që është biznesmen që merret me teknologjinë, kisha hapi kompani që merret me faqe webi, e kupton? Edhe kur fillun këto presionet, po më hiqnin klientët, më iknin klient nga kompania që kisha, thoja unë jam shumë i vogël vëlla, merren me mua, e kupton? Edhe thash po gjej një suport të një deputet. E kupton? Dhe kur i pash listën e deputetëve realisht nuk më lidhte gjë me asnjërin. E kupton? Dhe thash i vetmi njëri ishte ky. Edhe i kërkova i takim bile si shkruaja një shoku tim, se s'ja kisha as numrin. I thash ama gjet do të numrin, i thash të Filanit. Sa ta jap unë, sa po mos i thuj që të kam dhënë. Siç është gjithmonë. Vetëm jo, unë them drejtë nuk e kam problem. Ma kanë kërku numrin, ja u kanë kërku shokëve dhe me më kërcenu, po më thonë jepja vlla. Jepja mu se vrit mirë, të marri mu se serëm. Edhe që këtu kisha një pikë pyetje, thash, pse pas ka problem ky, se deputet valla. Tani kur zgjidhesh deputet, supozohet që ti duhet ja hapësh telefonin gjithkujt. Kështu thon paktën, kështu e thon se e lakon gjithmonë dhe. Po tani ne njerëzit e virgjë nga sikletet. E menova realisht e thash, hajtë më po i shkruaj. Edhe i shkruaj një mesazh, thash jam Filani, duhet bëj takim. Sa pa tjetër, tha për 2-3 ditë sa të them. Edhe më shkruajti, pastaj u kujtova, thash ti shkruaj dhe herë. Edhe i shkruajta, më tha hajde nesër. Ku do takohemi, tha te Kinema Millennium, thash një kafe aty përballë. Shkova atje, e hyna, pash vetëm deputet socialist. Fytyra që unë i kisha shajt, kisha. Ishin aty? Jo, ishin te kafja. Aha, okay. Edhe unë ndjeva i çik siklet, thash, god damn it, thash.
Çdo unë këtu Vojtuj, ku jo agron. Edhe vjen agroni. E pa agroni situatën që s'ishte e mirë, tha, Aq e rehatshme. a shkojmë sa te zyra ime, tha. Po më thënë, e kam këtu mbrapa. Shkuam atje, tha. Pashu një godinë, e maja mend që është godinë e Bashkisë Tiranës. Them drejtën. Si Që është godinë. e zogut, është. Nuk e di. E zogut. E thashëm, po ky ç'ne zyra tu. Tani këto pikë pyetjet tona që Po që ne mosbesuesit, se kështu na quajnë. është mirë kur je dyshues gjithmonë. Kështu që E. edhe me Gendin mund të jeni dyshues për çdo Pas- gjë, patjetër, kështu është. Unë e kam bërë këtë gjë për veten time, vllai, kështu që as nuk më fare të U menoj fut çfarë atje doni. pastaj. U fut atje, u ulëm, sa mu... Po, e thash unë, po bëj këtë, nuk e di, jam ke pas. Thash po bëj këtë gjën, kam folë për këto gjërat, që për mendimin tim janë shumë gabuar, ju ndikojnë dhe ju opozitës, i thash se a i grumbullimi informacioni për punimi ti, i thash, ju dështon edhe ju atë fushatën. Po. Sa mu, po lodhe shkot. Troç. Po vlla kështu, se s'du ta bëj edhe zërin ati, se Po. s'do më. Po lodhe shkot. Edhe e pash thash, deputeti i opozitës thot më po lodhe shkot. I thash, po ndoshta duke bërë 1, 2, 3, thash mund të arrim te 4, 5. Thash avash. Unë s'po themi thash që do Nuk është e zgjidh me një viti, thash unë. Po. Shkallëze humbur, tha mos. Po lodhe shkot, sa do shkatrohesh, sa do pendohesh, do zhgënjehesh. Thash faleminderit, i thash, për pritin, me që më the këto llafe, i thash, nesër do dal televizor prap. Edhe du me dal te kjo, te partitë e reja. Po sot mos se ka ndryshuar, është apo ka qenë koha se ka hapte partinë tjetër, mundësi edhe. Ka qenë para pra, po. Para mundësisë ndoshta e ka. Po shiko. E kishte me ty ai këtë apo kishte me veten, se do se kur Robi thot po lodhesh kot, kur dëgjon dikë që është luftarak. Unë mendoj që Se edhe vetë është në opozitë që deri diku po thuaj pra që atë mendova, realisht mendova që do thot ore Thash nëse ka kuptu para te, do të thonë që jo, mendova kështu, thash do thot nga ana ekonomike vlla të ndihmoj dot. Se nuk kisha shku për anën ekonomike. Jo, mendova se do mendoj thash. Se ke pas në xhep ti, nuk ka ne. Jo, mendova që në logjikën e atij do thot ky ka ardhur për lek këtu. Se kujdo që i shkon në Shqipëri, vlla, atë mendon direkt. Thot ky ka ardhur me kërku lek tani. Po thash do ma thot këtë pjesën që nga ana ekonomike s'ndihmoj dot, vlla. Po nëse të duhet ndaj opinion për mua, ndaj dokument, me fol, ndaj gjë. Ai prej u shkurt direkt, po lodhesh. Se thash, do me thonë, gjërat që them unë, mendova që t'ja jap edhe t'i thot ai në parlament, valla, sa atje është tjetër gjë, unë jam tjetër gjë, ose në emision. Kur ma prej u shkurt, them drejtën, thash, kjo është arsyeja pse ikin njerëzit, thash, nga Shqipëria. Se ti mundohesh me shpirt me arrit diçka, ndoshta e ke edhe në shtëpi tate, valla. Se unë se kisha në shtëpi time, realisht. Se mua s'është se më kushtonte gjë edhe mos merresh, po. Por dalja dhënave se unë dija se si mu mbrojt online. Tjerët nuk dinin, unë dija, thoja, who cares, e kupton, po duke e ditë se qa sjell ajo në të ardhmen. Realisht, a ka qenë një shqetësim i madh për shqiptarët kjo, si ndoshta edhe si këto hodhën direkt Rama duke thënë ose kjo pjesa tjetër, duke zbutur me batuta, siç e ka Rama që çdo lloj situate e kalon me atë formën e tij. Si një ekspert i kësaj fushë, dalja e këtyre dhënave është sot edhe kësaj dite është problem. Pasojat e asaj vlla gjithë jetën do na ndjej. Gjithë jetën. Nuk i kupton njeri, po me kalimin e kohës, po t'jap një histori për shkak një shoku tim ishte me një fëmijë 3 vjeç, edhe donte të shkonte në Greqi për pushime. E kishte marrë dikush tjetër, e kishte dupliku identitetin, edhe rezultonte sigurisht në Bullgari. Ka ne 6 orë me familjen, kufi, derisa u sqaru situata që fotoja që ishte atje te dokumenti. Kjo mund të jetë gjë më elementare, më bazike, më thjeshtë. Më bazike. Po mund të ndodhi që nuk merr vizën nesër. Se ndoshta dikush ka hap një llogari që ti se di edhe ka bë transfer të parash që ti si ke deklaruar. Kështu që janë Kjo rrugtimi që ka pas edhe shumë risk. Shumë risk. Qa mund na thush nga jo GPS-i, jo
kërcënime, telefonata. Sa ka zgjat gjithë kjo gjë? A ke qenë le të themi në presion të këtyre gjërave? Si ke kalu, le të themi, si ke edhe hapat e tjerë që është një shprehje e famshme që në fillim t'i injorojnë, pastaj të tallin, pastaj të kërcënojnë, pastaj të kuptojnë. Edhe unë realisht i kam kalu këto 3 fazet e para. I ke kalu? Të kuptimi akoma që e ka përton urime, pra që e qetë, nuk ke probleme gjëra të tilla, probleme s'ke pas asnjëherë, po të tipit që kanë ata me ty, si ti s'ke. Unë realisht punën time si qytetar kam çu deri në fund. Pavarësisht se në momentin që ti e shef që deri këtu mund të bësh, nuk je prokuror as gjykat. Edhe njerëzit vend që me të pyet, ha mos i ke ndonjë problem me gjë, thonë, ha ma ushite, dini me, s'ka shanse mos shite. Po sa të kam blerë plako? Tani na thuj se e kena fikë, sa të kam blerë domethënë se. Po shifrat janë shumë nivelet të frikshme, kupton. Kemi nisi pallat aty në përsen. Okazion, çmime shesim pallat, sa do na lësh çmime. Tani para 3 ditësh mos gaboj kam çu një mesazh që s'doja me e çu realisht. Çunave të stafit që thash edhe mund të mbyllet zyra se s'kena më lekë me pagu gjëran. Kështu që i thash do punojmë nga shtëpia, çfarë do bëjmë? Do ulemi në lokale. Kështu që këto blerje vëlla në Shqipëri ka shumë llafe, po vjen një moment që njerëzit e kuptojnë vetëm kur të shohin që ke ikë. Kur ikën, fillojnë njerëzit pyetin, "Ore, pse ikën?" Po shiko se u desh me shitkat, me myllkat, me bëhat iku ky, iku ai. Për shumë ka një klient që bëjnë si opozitar. Faqe webi që portale që bëjnë si opozitar, po gjendës punojnë do të se kanë gjithë një që bën kështu me klerin. Dhe kur e shef ti atë kleringu është pjesë e qeverisë. Ai që do më kuptua, se ka gjurmë, ka gjurmë. Çdo gjë ka gjurmë, edhe unë prandaj ju kam thonë që sa më shumë sulmoni, aq më shumë do flas. Edhe unë që kom që rrin mes tyne, di shumë gjona. Pse na ngacmoni kot? Tani është një luftë që ke me Endri Meksin. Është duke deri diku duke si show, duke si gallat, je takuar. Bën e mirë që ma the se realisht. Jo se unë e përshëndesim dhe Endrin, Ai është një më legend që ekziston këtë vend, thonë drejtë, se unë jam kështu tip që thonë drejtë kam qenë tu e rraf, apo e them lajmi i tretë. Kam qenë dhe tu e rraf një moment, realisht. Se më vinin njerëz më thoshin, "Ore, Endri Meksi ka shku me mor tendra në emër ta." Thoshon, "Si ai japin tendrin në emër tim?" Po mu bë i pari, i dyti, i treti, i katërt, i thash, "Ore, çe ka një gjë serioze këtë mes?" Edhe i shkruajta, thash, "Vlla, ku je të takoj çik?" Edhe shkova, isha shumë i acaruar, realisht. Edhe më nxjerr ylli rakipin me një shkove te me cënoja, te televizioni. Sa do vi aty vëlla? Po. Tani unë të vi vëlla se s'kom gjë borxhe, kupton? Se po të kem gjë borxh, më çifem siç më çifën ta. Edhe i shkova te me cënoja vëlla. Më nxjerr ylli rakipin edhe një Klodian Tomori, një gazetar. E më vin ata i thash vëlla, kam marrë për ende kur. Ja se po zbret. E pashun situatën doni me zbut. Hajde bëjmë podcast në i emision Nami. Erdhi ai, bëni një selfie, është ajo selfie famshme. Bravo. E i thash do ta hedh unë i pari thash. Po mirë, ç'a ndodha, bisedu, ta folë. Po bisedum, pra biseda ishte që o vlla të gënjej njerëzit, fusin në sherrë me njerëz kotore, ti i ha direkt se ti. Nuk ishte gjë domethënë. Po kështu është filmi gjithmonë vllai. Pra ne ecin këta njerëz. E di si bëjnë sponda ata. Që ta kuptojnë domethënë, si u zgjidh gjëja, tha që nuk kam përdorur emrin tonë. Janë të tret vlla, janë të tret, sa mu të fusin njerëzit më uzon me mu kot. Se na kanë një natë, si u vjen natë se flasin. E kupton, i thash shumë lej këto lura me mua dhe bën selfie. Tani unë qete selfie vlla kuptohet që ai person do me të përdor. E i thash do ma japësh mua dhe foton, do ta hedh unë i pari. Ti hidh dhe i thash po çfarë dush, do ta hedh unë i pari. Ndryshe i thash do kemi probleme. Edhe ja thash shumë sinqerisht. Edhe hodha unë. Edhe shkruajta.
Endri Meksi po mundohet me mble, po s'pe arrin dot. Se realisht ashtu ishte, valla. Se po më thosh hajde hapim podcast se futem unë atje, ti bë presionin këtej unë atje tendrin, e kupton? Po. I thash valla nuk funksionon kështu. Po ti me funksionu kështu, di edhe unë i thash me shku atje me i thon sa lek jepni valla. Thash po nuk funksionon kështu, i thash, kështu që më mua i thash lere, mos e bëj më, i thash mos ma përmend më emrin. Bashkë i thash se e njoh që kur kom qenë kalamar, kupton? I thash unë e di si funksionon ti se nuk ai realisht asnjë shok që është rrit me të nuk e ka afër. Po ti hysh historikut aty, kush e njeh? Se gjithë ja u ka fut. E kupton? Edhe i thash unë nuk vi me ma fut ti, valla, nuk jam niveli i tillë, e kupton? Po ajo foto tani nga shumë njerëz u mor që ne po bëjmë keni gallat. pas reagime domethënë, me komente, keni pas ato përplasje distancë le të themi. Dhe unë për këtë arsye. Pastaj nga kjo foto më rrjedh tjetër u duk sikur po bëj një show. Realisht. Po bëj shumë mirë që hapi se ti. Kushdo që na shohin që ka menuar gjë, ka shumë patjetër, ka shumë njerëz. Edhe nga që ma than shumë njerëz, "Oma, ju bëni gallat, po le." U çe gallat i thash valla. Ai shkoi thash përdor emrin tim, ka diskredituar se shqiptarët valla besojnë çdo gjë që ju thuhet, gentja, merr ka tem. Edhe për këtë arsye tani futa investigova çike, pash që ky ishte morë me call center. Amant Josifi 2 miliona euro. Forex gjëra. Edhe unë byp njerëzit thoshin, "Ma si tallësh." Po si tallëm valla unë tu nxjerr rolliqet, pistiqet, e kupton? Pra është i çik situatë që e përdor njerëzit për audiencë. Ai do më thonë, se ai vdes valla maro fare. Ai edhe burgun e bë me qef. Vetëm dalin televizor. Është ai vdes me dalin. Që te bryli që se u bë dhe bryli u fut mes pastaj. Si në kohën që unë zihesha me Endri, më komenton njëri, Keci, për një histori tjetës time që shumë pak veta e din edhe është histori që më prek realisht. Edhe më komenton aty, thot, ty vlla të ka lënë pasoja gjakmarja, më thot, kur ke qenë, edhe më bën një listë me ilaçe, recetë, e kupton? Duhet pish këtë atë. Thash, po ky ku e mori guximin, se s'ma kishe përmend njeri, e kupton? Edhe i shkruaj në privat, mesazh i them. Po vllai, nifena gjë bashkë. Mos i hyj thash asaj teme se është diçka që nuk ta fal. E kupton? Domethënë, më quaj hajdut, legend, opozitar, i Berishës, se origjina e Tropojës ma lidhin gjithmonë, ama ti i Berishës se i nga Tropoja, kupton? I thash, i pranoj gjitha këto vlla se janë brenda një konteksti caktuar që nuk më prek mu si qenje, si njeri, e kupton? Po nëse më përmend s'ka lidhje fare me ty domun. Me atë se më përmend thash, këtë meta mendore, psikologjike, thash duhet pish to ilaçe. Jetu më ofendu direkt mua, thash, edhe unë vlla të vi ku je ti, thash, për këtë gjë. Edhe i thash të përgjigjem direkt. Thashu që mos syte kjo gjë personale, kupton? Nuk e kam i thash për turp ta them, ta pranoj, e kupton që ka ndodhur, po mos i hyr, se unë kam qenë 7 vjeç valla. E kupton, domethënë ka qenë një ngjarje që unë kam qenë shumë i vogël. Plus që gjitha palët kanë qenë viktima në atë mes, e kupton? E nesër më, i shkuj, s'më kthej përgjigje. Thash varja, një faqe Keci. Kjo faqe. Kjo faqe Keci shkrujti, e bërë këtë koment. Edhe, të beton nuk mzite gjumi dhe sa ta gjeja kush është, e kupton? Se doja me dit nga, ore kush është ky që e merr këtë guxim, e kupton? Dhe zbuloj unë që Kecin e kishe pas Endri Meksi. Më përpara. Po janë si ditë këtë histori pastaj. Dhe ja kishte ndruar emrin. Tani këtë histori unë e kam thonë në një intervistë në Top Channel. Ke thënë këtë histori. Po e kam treguar thjesht që po jo kaq në detaj, jo në detaj, e kupton, e kam treguar thjesht që e kemi kaluar për një çështje të caktuar, për një temë të caktuar. E kemi kaluar një gjë të tillë në jetë dhe ajo prej asaj kam su kompjuterin realisht. Se duke qenë i mbyllur në shtëpi, rria gjithë ditën kompjuter. Edhe gjej që e kisha Endri Meksi, thash, okay. Se pak të zbulova nga po më vinte. Tani për këtë Kecin kishe shkruajt një shok edhe më thoshe suportoje
Se ky që ka marrë këtë kecin është ai që ka pas Brylin, po Brylin ja kanë marrë me dhunë edhe ka hap këtë kecin. E kupton? Edhe unë i shkruaj këtij shokut, o giganti them, po ti më the mu supportoj, thash ky më shkruan mu, ky nuk qeka. Si ka për të suportuar? Nuk qeka që pas kanë marrë me dhunë, po që ka shit. Se përderisa merr guxim më shkruan mu që s'kam pas asgjë. Pse i shaj Ndrimeksin, e kupton? Do me thonë që ka i shitur. Dhe ju futa Brylit. Do e me qetë kush e ka Brylin tani, që gjeja kush e ka ketë. The gjej një Irdi Zhegu. Mora vesh që kishte marrë një apartament, që të shkruante mirë të Brylit, që merrte 5.000 euro nga Ndrimeksi. Si? Ha? Qa? Keni me gjushu. E kupton? Do merr shumë me ty o plek tani. Me këtë që po thu do merr shumë se janë. Pa i kam po edhe status e këtos. Nuk ka në gjë, mirë. Okej, vazhdo. Kanë nuk është se. Po gjithmonë çan ndodh në rrjetet sociale target grupi jot nuk është target grupi një tjetër. Edhe ata që e kanë patë unë, për shkakun nuk janë ata që po dëgjojnë të tjerë, kupton? Është rëndësishme edhe kjo që tha. Shumë rëndësishme. Po si është kjo puna me këtë? Edhe zbulova që ky Irdi tani që bënte këto memet e Brylit, ky ishte shit valla. Edhe bënte meme vetëm çai thonin këta lart, e Ndrimeksi, Cani nga bashkia. Ky Irdi është ai që ka Brylin pra? Po. Ka Brylin. Jeton në Tiranë. Se di tani se s'jam interesu, po pa të shku njërë në një qytet që është mes Italisë dhe Francës. E harrova jemi. Se kupton, kur je njëri drejt, edhe njerëzit shkruajnë, t'japin informacion, se si au kom nxjerr kur emrat, e kupton, si kom shit ndonjëherë njerëzit që më kanë nxjerr informacion. Ky është shit e kanë blerë si ishte kjo? Te vllai e kanë fut në Klapa. Ka mori shtëpi, goxha shtëpi 2+1, pallat të ri. Edhe na bë tani si njëri të kulluar, se unë këta i kam inat, këta që bëjnë sikur janë të kulluar. Sa bë kot. Ke dal fiks domon te kjo se çka po ndodh dhe sot. E gjitha kjo siç bëm edhe hyrje në fillim, ka të bëjë për sa i përket informacionit, lirisë shprehurit dhe pushtetit të informacionit. Mass media, siç është edhe sot online, rrjetet sociale që kanë një influencë shumë të madhe. Dikush ka blerë shtëpi vetëm nëpërmjet statuseve, ka marrë shtëpi, është bën me shtëpi. Nëpërmjet memeve. Nëpërmjet memeve. Trumpi bën një meme u bë milioner. Bë milioner. Ky ja bë para. Ka filluar me shitë edhe kështu makinat e atij Elon Muskut. Po dalin nga situata e TikTokut që po zihen për gjithë shqiptarët, janë pa gjumë akoma se ishte fjala që sot do të mbyllë me datë 13 dhe s'u mbyll. Ç'a po ndodh? Është mbyll që të jemi të saktë, është mbyll në mënyrë pjesshme, sepse disa providera kanë arritur me mbyll, disa jo. Shiko, TikToku ishte e vetë... Pse s'po mbyllet, si të kalojmë tek ajo pastaj, si platformë. Po teknikisht është gati e pamundur që të mbyllet. Teknikisht. Po. Pse? Po të sjell tu në kujtesë për shemb Pirate Bay. Mban mend Po, Pirate Bay po. që hidhje filma, shifje filma. Se mbylli dot Amerika. Po të shohësh dokumentarin e Pirate Bay, ata shkonin bënin data center poshturave. Poshturë, sa kishin data centerin. Është e pamundur me mbyll, sidomos kur është kompania që madhe. Sidomos këtu është teknikisht niveli i shpërndarjes së internetit nuk është në nivelin e dur, se ndikon dhe kjo. Për shembull, po të kishim në linjat e interkoneksionit janë linjat kryesore që hyjnë internetin në Shqipëri, apo që ne lidhemi me botën. Ne kemi 4 linja, mos gaboj, 2 vi nga veriu, 1 nga jugu, 1 nëpërmjet detit. Nëse ti do kishe firewall që kushtot 800.000 euro një firewall, pa i konfiguruar, se konfigurimi kushtot 800.000 euro tjera, i bie që të kesh 4 firewall-e 3.200.000 euro. Minimumi, e kupton se është teknologji, duhet mirë mbajtë e tjerë, që ta mbyllje 100% edhe, po blera atyre firewall-eve, instalimi, e tjerë janë licenca që janë shumë
duan shumë aprovime nga bota jashtë që të ndodhin në Shqipëri, e kupton? Dhe këtë mund ta bënin vetëm vende jo demokratike, siç janë diktaturat. Duke qenë se s'bëhet as kjo, Pra ekzistojnë VPN-t. Pra prapë se mbyll dot se ty të mbyllet në Shqipëri po të e hapësh nga një lokacion tjetër. Edhe Po si kishte dalë ishte meme kjo si pash një me thon drejtën u çudita. Po edhe me VPN që deri tani nuk e gjej asnjë lajm zyrtar. Po se mund të jetë edhe po tjetë e vërtet ajo. Vite burg kush përdor VPN-n, diçka tjetër. Jo, po tjetë e vërtet ajo, valla. Diktaturë kështu. Jo. Unë fuz gjysmën e qeverisë në burg. Me këtë, nëse është vendim Po institucione punojnë me VPN valla, se për arsye sigurie ti nuk lidhesh dot në servera me IP lokale. Se po të dalësh në internet me IP lokale, ti hakerohesh me na ditë. Po shko me direkt, po qeveri burg. Tani vetë institucionet lokalizu komplet domethënë, gjithmonë është e bukur kjo dhe është për të vlerësuar gent. Realisht ta them me pasërtik të pjesë që çdo lloj gjëje e shef gjithmonë atë në pjesën e interesit të përgjithshëm kombëtar që ata njerëz normalisht ata do të jenë ata që do të jenë përgjegjësit e kësaj lloj situate ku është Shqipëria gjendja. Shpesh më thonë një budalla do kishe bëu lënja. Por realisht ku diun, jemi edukuar ndryshe, kemi jetuar një ambient ndryshe, nuk e arri dot, a kemi në ADN, se plagu im thotë ne e kena në ADN. Nga tje ku vjen ti. Plagu po soi e ke? Se ka nga ato që ka plagun që i thënë. Kështu ka qenë gjithë. Ti edhe çfarë bën më babë, kështu ata. Në fillim them drejtë e kishe me shumë merak, se duke qenë punote në shtet edhe e kishe me siklet. Se edhe shkonin i thonë, "Or çaj duhet aty çunit tani." Po, edhe me këto gjëra që ke pastaj për ndjekje. Kjo sa to, do me thonë, nuk e di, nuk i jap dot përgjigje nga më vjen kjo realisht, po çdo gjë e shoh edhe në jetë përditshme, për shembull, te servitja e çunit tim. Kur e shoh që i bëhet hile një fëmijë realisht i kom thonë edhe trajneri, kom thonë, "O vlla, hiqe çunin tim futet se e merito, di me lut." Gjinof. Kalamo. Po, kështu që e komi çik kështu, nuk e di. Ngjak ndoshta. Tani si përfundim do mbyllet ky TikTok në Shqipëri apo do të jetë kështu pjesërisht? Fakti që kompania nuk ka se ka aprovu kompania, nuk ka bashkëpunuar TikToku, jo. S'ka marrë aprovimin e TikTokut. Tani që ti themi ca të vërteta si. Ti themi të vërteta se s'po e marrin vesh. Tani ndodh një moment ndjes. Para disa kohësh që foli për herë të parë që tha publike Rama, ndodhin ku që me datë 19 duket që po rasti i parë, po me 19 që u mbyll atë ditë. Edhe u hap prap. Po u mbyll duket si jo, as atëherë jo. E di pse s'u mbyll. Kur ke pa në institucione realisht edhe qesh. Bizotron kjo, pa aftësia. Biles një nga arsyet se unë kam vazhdu këtë luftën, është edhe pse na bënin për budalli. Ti janë nxirre passwordin, kthej sa kamzës aty që hyjen në gjithë institucionet, e kupton, edhe me prova. Se ka dhe password të tilla atje. $, kthej sa kamzës 2018 $. Edhe ti janë nxirje, ja çoj. Si e kanë trampistët Ja çoj edhe me email. Ja çoj me email që më lini takim se ju kam zbuluar një gjë shumë të madhe. Data breach është e rrezikshme për vendin. Më lini takim, s'të kthejnë as përgjigje. E nxorra te podcasti dhe me shkresë zyrtare reagon Accesku, Agjencia Kombëtare Sigurisë Kibernetike, Igli Tafa, përshëndesim. Njeriu më i pavë që ekziston teknologji. Nuk përshëndesim. Dhe me shkresë zyrtare mashtron, edhe thotë që ai password nxjerr vetëm lajme. Po pse duhet të kenë password kur janë lajme? Kupton? Pra nxjerr publikimet tona që janë pa. Ndërkohë që unë vllai kisha provu ç'a ndodhe, kupton? Gjitha. Dhe të ofendon edhe thotë Delte Fevziu për shkak edhe thotë janë disa eksperta me kafe para, se purën se ishte përmend. Aha, tu bëkshu ironi, ë? Po, e kupton. Me kafe para. Kështu që shefin. Amator. Thonë për hapin panik. Po mirë më drejtë që morë, pse s'më hedh në gjyq për hapin panik? Me qenë se unë pas këm për hap panik. Ke pas një proces shumë gjyqësor? Kam pas një shumë bukur, me thonë. 2.
Shmiku prap nga TikTok. Pse do kthehen prap ke TikTok, do kthehen prap. Një ka qenë shumë i bukur kur nxorra këtë listën e aktivistë. Mban më listën me pikë që dinë aty goxha. Biles njëri kishte aq shumë pikë va që nuk dilte 24 orë me net telefon. Si duket kishte përdorur në një autoklik. Ke parasysh ato Kishte marrë shumë pikë sa që edhe po të rije gjatë gjithë. Po vlla 24 orë nuk dilte dot. Nuk përdorite pikë. Edhe kishte rrogën diku te 4 milion lek. Më shumë se dirama. Punonte këtu te kjo agjencia e këtyne, satelit 1, satelit 2. Hajde. Ishte drejtuese. Po vetë sa të jam ka këtë Shqipëri, po nuk flitet fare, po to satelitët vazhdojnë akoma. Po. Tem tjetër. Tem tjetër komplet. Emision e ashtë. Po kur droj zyrat se këtu ku i ka ishte trafik e më. Edhe kur nxorra atë më hodhin gjyq PS-ja. I madhi Etienne Xhafa, koordinatori digital i Partisë Socialiste. Nuk duket se më jafti aty ai. Edhe më hodhin gjyq për hakerim edhe nxjerrje informacione. 15 vite. Ëh? 7 sigurta. Po. Edhe po mu më kishin ardhur valla. Mu më kishin çuar një faqe webi që pa ta hapur, whistleblower. I njeh edhe ligjet vetë agent, je para përgatit për të pjesën që mos bësh Okej, se ti mund të jesh me qëllim të mirë, po ndoshta një Jo, valla s'ka bën. Nuk gabon këtë pjesë. Ëh. Edhe mi kishin uploadu aty. Whistleblower.digital pa ta bë, e kam akoma biles. Mund të hidhni gjëra aty se edhe dalë. Edhe mi kishin hedh aty. Unë pa ta bëj faqe që anonime. Bile se kam kështu. Më pëshërëtir, më fol në vesh. Po. Edhe mi hodhen aty. E mbajmë të. Whistleblower.digital. Edhe mi hodhen aty databazën. Kur e mora në fillim thash është virus, them drejtë, se thash kush e di, ç'a bën. Në gol. E kupton aty më doli një izraelit që kishte krijuar sistemin. Ky izraeliti ishte kokë lart e manipulimit të masave. Shumë lart. Nona. Shkuan shumë shtete ai, kush e di sa lekë ka marr. Po kur je i pa, vllai je i pa, e kupton? Edhe më hodhin gjyq, më thirri prokurorja, mori kështu në pyetje. Sa mua e di. Çfarë pretendimi që ishte? Hakerim pra, hakerimin e databazës së Partisë Socialiste dhe nxjerrjen e të dhënave personale. Se këta janë budallë, ai nxjerrin vet parat edhe më thoni mu pse i ke nxjerr ti. Ndërkohë unë kisha nxjerr emër mbi emër pik. Ata kishin nxjerr me libër shtëpie. Edhe qimet e rrujtme, jo, e rrujtme. Edhe isha i bukur se kjo prokurorja tani si duket që po takosh ta nuk e di atë ka rast, këta që kanë pozicione kështu prokuror gjykatës. Këta vlla sikur jenë parajs, jo, si bie. Purgator, në mes. Te dera aty, bravo, në mes, purgator. Edhe do vendosi Zoti ku do shkosh, e kupton? Kështu i duket vetë edhe këtyre. Kur shohin aty thon. Erdhi. Edhe filloja po mbëte ca pyetje, i ktheja përgjigje valla se kur je i përgatit. Edhe më sa mua sa okay, tha, do marr këtë deklarimin tënd, tha, dhe do shoh, tha, do ta regjistroj çështjen apo jo. I thash regjistroj, thash pa mëra. Se unë këtë duhet, tash më regjistru. Ta kemi edhe unë një certifikat. Bravo. Një xhep. I thash se unë e bëj burgun me qevi dhe thash po do i shko deri në fundin një ditë, e kupton? Po. Edhe më solli i shkres pastaj që nuk ishte regjistru deklari, ajo. Pse kishte regjistru? Jo, s'ishte regjistru. Po pse mendon se mund të jenë step mbrapa, po s'kishin çfarë ishte kota pa aftësia, pra? Se nuk dihet hapi rrahës. Qa mund dilte tjetër? Tani me TikTok-un do e mbyllin apo? TikTok-u vështirë, realisht është vështirë, mund ta mbyllin se shumica e njerëzve, për shembull shumë njerëz i kom hasë edhe në jetë përditshme që kur kanë bler telefonin, i kanë instalu VPN. Jo, i kanë instalu atë iCloudin ose ID-n, ja kanë instalu ai dyqanit, ai s'e di as passwordin, si instalohet dot as aplikacion. Pra këty në mund të mbyllet. Ta thonë, i ka varja, s'do blej telefon tjetër, e kupton?
Po mirë, flasim pak nga ana institucionale, TikToku nuk e lejon dot këtë gjë, nuk ka ofruar bashkëpunim qeverisë shqiptare. Po sepse TikToku është e vetmja platformë që nuk kontrollohet dot nga partner të tretë, pra palë të treta. Ndryshe nga Instagram e Facebooku këta? Instagrami kishte faktoj epikal. Po flasim për Shqipëri. Për Shqipëri, po. Që doli që ky fact checking e tha i madhi atje Trumpi që ky fact checking nuk pas ka qenë fact checking, pas ka qenë censur fakt. Edhe nga kjo histori TikToku ishte vetmja që nuk kontrollohet. Ndoshta janë duke bërë të goditjet pra që unë mendoj që këto dy takimet e qeveriut me TikTokun kanë qenë për të gjetë një zgjidhje se si ta kenë tan kontroll. Po çfarë synodë Gent? Si tani këto po e shesin me këtë idenë e saj që është rrugaçi i lagjes. Shiko, për të mbyll TikToku jam edhe unë dakord për një moshë caktuar. Realisht. Sepse të mbyllet për një moshë caktuar do është tjetër gjë. Siç e ka bërë Australia, Italia, po që të mbyllet mas, edhe po të jetë e drejtë mbyllja, shkel shumë ligje tjera që edhe po të jetë e drejtë, po të them që vërtet TikToku është rrugaçi i lagjes. Ti duhet të kesh shumë kujdes se pasojat mund të jenë shumë herë më të mëdha këtej nga ana e dëmit tjetër. Pra që mund të jetë, po mund të bëhet precedent, që nesër mbyllet dhe Facebooku dhe Instagrami dhe Twitteri. Pse bëhet precedent? Sot e mamen si mbyllim TikTokun, po mbyllim Facebookun. Se doli një vrasje ose një thik aty, dolën Cat Sami autozon për shembull, Facebook. Sot ai mbyllim Facebookun. E dyta, a e ka mendu njëri që ka biznese që fitojnë? Turizmi për shembull kishte reklam falas TikTokun. Nëse në Facebook për shembull për t'i shku 1000 vetave duhet të harxhosh $20 në turizëm, në fushën e turizmit. Promocione. Në TikTok ju shkoje 1 milion vetave pa harxhuar si lek. Pra, a ka mendu njëri këtë pjesë? Apo who cares? Hajtë se futën Facebookën, po janë kosën. Këto po e bëjmë vetëm për ta vetë kontrolluar, për ta pasur në dorë vetë apo mos ka se është edhe prag fushate. Për mendimin tim, kjo bëhet me i bë presion platformës që të gjejë një rrugë bashkëpunimi kontrolli, edhe për t'i bë presion edhe këtyre që në TikTok kanë qenë mirë, këtyre opozitarëve, aktivistave, që shiko se unë t'i pres gjitha mënyrat. Shpaka shumë lëvizje që kanë bërë edhe vende tjera që kanë shku në prag diktaturë apo diktaturë të fshehur. Dhe mendoj që kjo është e gjithë arsyeja, nuk ka arsye tjetër. A do të arrijnë sipas teje? Mendon se do të arrijnë gjuhën duke marrë parasysh ata që drejtojnë TikTokun ose rastet e tjera? Unë mendoj që është shumë e vështirë, realisht se TikToku pranoi me u mbyll edhe tregu amerikan për pak a shumë të njëjtat arsye. E kupton edhe e pranoi që është miliarda dollar humbje. Edhe mendoj që nuk do arrin, këtu do arrin për shumë arsye do arrihet me ul interesin TikTok, se do ulet për shkak të asaj që thash që njerëzit s'kan as pasuardin me instaluar programe, s'din me i përdor. Po platformat e tjera që janë krijuar, është krijuar një platformë tjetër, mëm le të them ose e ngjashme, si motra e TikTok, po. Apo prap. Po ky është problemi më i madh që kanë hasë edhe vendet e tjera që janë mundu me mbyll TikTokun. Që gjithmonë është gjetë një zgjidhje tjetër. Edhe zgjidhja tjetër ka qenë më problematike se zgjidhja që ka qenë mbyllja që ka. Dhe mendoj që këtë nuk e kanë parashikuar dhe kjo është edhe pa aftësia se kishte dalë ky Iglitava për shembull, ky i Akcesku. Aty në mbledhje kishte thonë e mbyllun për 24 orë. Kalun 2 muaj se mbylli dot. Tani prap me datë 13 thonë. Se ishte e pajisja që duhet i pajisje. Bravo, duhet i pajisje për ta mbyllur. Kështu që s'ka, nuk ka shanse, nuk. Po presin pajisjen tani, sa ty vi pajisja. Kanë porositë. Ka doganën, ato që dogana se janë aty se kanë. Bravo, është shumë e diel. E kupton, do vënoi çika e pajisje, kur të vijë pajisja do thonë pun kapës ka profesionist, se s'do din me montu. Po profesionistët dini vetë ku i keni çuar. Kështu që ja keni tha trurin edhe atyre njerëzve që kanë pas dëshirën për të ecë, për të punuar, për vetë fakti që po mbyllet para fushatës
thot shumë. Thot shumë. Se ti mund presësh ta mbyllësh mas fushatës, Edhe edhe ka për një t'ja vit mbyllë herë, gojën. ç'është kjo, siç e tha dhe Manastir Liu, që tha, se doli ministri e arsimit, del ministri i arsimit e thotë se u bë direkt shkaz një ngjarje që ndodhi, vrasja një 14 vjeçari. Inshallah nuk na hedh në gjyq TikTok-u, valla se na merr shumë lek. Për prishën e Mund madh. të jetë i rast Begeti, ndoshta çik pak më i madh, ëh. Jo Më pak më i madh, beso- por shumë më i madh Më domethënë. beso që na merr Se shumë mund lek. të ndodhe kjo, Inshallah do zoti se ne të dy do i shanse paguajmë. gjën, kështu ta presin dhe si mos Se ja. lekët si ka taksat shku tona do e paguajmë, po Po, do le- zoti inshallah. Le të flasim si liri shprehje, për shembull ti si Gen, ke punuar për vitesh media dhe i njeh mirë edhe këto platformat, dhe lirinë e shprehjeve karakterizon edhe tek ty si individ. Si e sheh këtë ndalesën ose ndërprerjen e qoftë TikTok dhe platforma ose unë e quaj e konsideroj një media, Tani si janë mediat e tjera. duhet t'i ndaj pak të lirinë e shprehjes, nga liria e shprehjes së individit dhe liria e shprehjes së anonimit. Nuk jam fare me këtë lirinë e shprehjes së anonimit realisht. I kom suportu ca faqe që kanë bë publikime anonime, po nuk jam se ti nëse do me fol, vëlla, fol me fytyrë, me emër mbi emër, Pa, që ta din njerëzit kush je ti, vëlla, pse po flet. Nëse ke rrezik, ndiq hapat e rrezikut, nëse e shef që është e pamundur, exil, flasim nga atje. pra, Shkoj unë ja bëj platformë, podcastin e gjitha ja paguaj unë që ta bëj nga atje ku është i sigurt. Pra nuk jam me këtë të anonimit, edhe një nga gjërat që kam qenë kundër TikTokut realisht ka qenë hapja e faqeve anonime, edhe mos mbyllja atyre edhe kur i raportoja. Kam pasur raste bullizimi që i kam raportuar, mbyllesh, ëh? nuk jam mbyll. Dhe kjo mund të ishte ajo pjesa që shteti mund ndërhynte të bënte një ligj. Pa, Ma atë ligj pastaj kërkonte llogari TikTokut. Po ti pa e njoh TikTokun si platformë. I thu, hajde ti zotri këtu, ai thot, çfarë ligji më nxjerr ti mua që të më thush këtë gjë. Pra, du ta ndaj këtë pjesën se e kam me shumë merak realisht. Se janë hapet e ca portale këto kohët e fundit, edhe thoni ka hapin agenti. gjithmonë kur ka fushata, Po i thoni ka agenti, po mirë se kjo është e bukur. Edhe më del edhe Endri Meksi dhe aty, që thoti ka agenti. E kupton si duket i ka vete do me ma ngec mua, e kupton? Edhe nuk jam. I ke zgjedh punën me Endri, pasi po dalin po ke Endri. Nuk jam. Unë punët i kam zgjidhur me Zotin lart, se nuk i kam bë, si kam hongër hakun askujt në jetën time, kështu që kushdo që ka ndonjë problem me mua, numri im është në Google, po të kërkosh Gentian Promi, numër direkt. telefonit të del, edhe mund të morin telefon edhe jam nga ata që të takoj. Edhe nuk jam pra te kjo pjesa anonimit, se realisht tani deli portal, shkruan, ka interesa gjobash e tjerë, e ha unë rrezikun kot pa pas gjë, se unë shkruaj vëlla me emër mbi emër aty. Më vje gjëja ta kërcas aty emër mbi emër, them bujrën vëlla, hajde më hidh në gjyq personale si dush e serve. Dërsa këta që bëjnë kështu anonimin, nuk më pëlqen se janë frikacak, dhe ti nuk mund të bësh një kaos përpara nëse je frikacak. S'ka shanse në botë, nuk është bo as në botën e civilizuar nuk ka ndodhur kjo gjë. E dyta janë skuzat qëndrueshëm, se është një video e bukur që thot një pedagog, për qenë i suksesshëm në jetë, thot du t'jesh i qëndrueshëm në atë që bën. Edhe po t'jesh skuz, du t'jesh skuz i qëndrueshëm. E kupton që t'ecësh. Dhe këta më duken fiks skuta qëndrueshëm, e kupton? Por kjo është kthyer edhe në trend të gendave. Kjo është ai problemi që është kthyer në shqetësim, kjo metastaza e madhe e këtyre. Se nuk i flasim ne tjerë të gjëra siç janë. Për kësaj janë. Po. Mu për shembull nuk më rrin skuta afër, vëlla, se unë ta kërcas atë që di ta kërcas ta them. Tani nuk mund të vish ti mu të mbosh moral, ndërkohë që këtej vjen dhe bën e kupton, domethënë është dhe po të jemi ne të vërtetit, ne të tjerë ti themi ca gjëra në sy. Jo, më çdo kush do ta thotë atë që sheh. Kjo është ideja që mos lyn me. Po këtu si thon valla, se këtu thonë. Po ta them unë kët. Ai shkon te ai atje. E kap atë atje, edhe më prish punë atje. E kupton? Ose po t'ja them unë këtij, ja thot atit, ai di ato gjërat për mua që ja thot ti. E kupton? Pra ne nuk ecën kjo logjik këtu në Shqipëri, se njerëzit janë shumë frikacallë, dhe pa aftësia në Shqipëri
është aq e madhe sa njerëzit rrinë punë vetëm pse bëjnë kështu gjëra. Kështu është mbushur edhe administrata le të themi. Administrata derdhët, është merë. Po derdhët gjithmonë. Gent, duke të falenderuar shumë valla për këtë bisedë, ndoshta kemi kaluar shumë gjona, se ka aq shumë tema për sa ka, po s'kujtohen gjithë. Nuk kujtohen, vërtet, por kjo tani para se të kaloj tek pyetja e fundit, e ke mbyll domethënë defterin gjitha, po si je në atë fazën të vazhdoj siç jam apo ta mbyll se nuk ja vlen? Po ta them për herë të parë se ndonjëherë gjërat thuhen aty ku ndihesh mirë dhe e di me kë po flet. Edhe nusja ime ishte shtatzën, tani jam bë me gocë ka 5 muaj. Me e gjallë. Edhe ma kërkoj që mos na sidh shqetësime ta në shtëpi qafsh muta se boll halle, strese, kot sa na rrisjell. Se është nga ata njerëz që më thot jetu u lodh kot më. Se njerëzit as nuk ja u ha fare për këtë gjë. Po unë e bëj për veten time. Edhe jam nga ata që edhe kom dalë në protest tek pull, edhe nuk du numra, kupton? Se gjën e bëj se e ndjej me shpirt, edhe ma ka kërku me nejt në qetësi për kohën që ishte shtatzën. Tani që lindi goca, realisht nuk del as koha më mor me ca gjëra, se jo pa gjumë natën, jo do ta shijosh atë moment. Kështu që marrë çik qetësi, po më bëni shumë mirë kjo qetësia, va. Të ka sjell vetë deri diku, pra ke qenë je shkëput deri diku. Kom heq shumë adrenalin vetes nga ato postimet, se kur bëm postim, vëlla, je adrenalin se shef komente, reagime, e kupton? Edhe më ka bërë shumë mirë se kom njoft edhe ca njerëz që më përpara mendoja që kam shumë shok, po tani shkruajnë direkt. Ha më, ushit, ha? Ka plot që shkruajnë shumë? Jo plot, po gjithë. Deri tani nuk më ka pyet njëri, vëlla, përveç ca shokëve të afërt, që ore ke ndaj hall, duhet ndaj gjë. Ke ndaj problem. Të rrezikohet gjë, a do me ikja shteti? Zero. Të gjithë vëlla, ha më ushite, pa e dinim ne që do ushitesh. Ku ka ngel njëri pa ushit? Dhe këtë gjë e ka sjell Basha, vëlla. Si e ka sjell Basha? Po. Si frym? Po. Se gjithë njerëzit thonë vëlla, kur është Ndodhi shit Lulçi Basha. Kjo do të. Pra kjo ndodhi aty mos. Ai kryetar opozite ushit, ti s'po shit. Dhe kjo e ka djegë çik shpresën. Më bashkë deri para te nuk ka qeshit njëri në Shqipëri, po nëse ka pas situatë. Por shiteshin njerëzit, po jo aq nivel lart, valla. Ai niveli lart tani u ka prej shpresën njerëzve fare, valla. Për sonë. I takon njerëz që ka edhe më të lartë se Basha, valla, që shiten e bën e ore kur probleme goni gali tani, valla, ç'a themi ne, valla. Po media është e shitur për bler. Konflikt interesi, valla. Nuk flasim. Konflikt interesi. Fakt unë se kam punë herë këtë pyetje vetë, nuk di si ndoli kështu. Shumë unë mendoj që media, valla, është ki parasysh ato në ferma janë këto që free era dhe tregojnë drejtimin e erës, nga po si quhen, s'po vjen emri. Ha më janë këto, janë si aviona në ca raste që rrotullisen, por kanë edhe një jo mulli, është s'po vjen tani. Okej, dhurata ju ka ditë, mos harro ta presim se do na thonë se dinë atë. Edhe media është nga kjo që unë mendoj që po pat bole media vaj e rregulloi këtë vend për 6 muaj. Pra ti nga 4, se ne në shkollë kena mësuar që media është pushteti 4. Nga 3 pushtetet të tjera ti thuaj që media është kryesorja, pra po të jetë media. Vëm, besoj unë në pushtetet të tjera legislative, ekzekutiv, gjyqësore. Në këto kohë që jena ne, se dikur për shembull media nuk kishte audienca shtrirje, influenca të mëdha, kupton? Po në këto kohë që jemi sot 2025, po pat bole media. E di si sorëllato, vëllai. E kthen. Po për 6 muaj, më beson. Për 6 muaj e kthen. Këto kauzë to çapo ndodhin tani me Rion Velien e Spaku e këto, apo te Spaku, a beson për ta si duket, apo edhe kjo lojë e madhe është. Un kam dyshimet e mia vet, por nuk takon t'i them këto. Un s'kam besuar as ditën e parë, them drejtën, se shkova atje. Ditën e. Ke shkuar në Spak? Kam çu dosin në Spak. Ke çu dosin në Spak? Media, shë, si e gjitha.
Kur shkova atje vlla ditën e parë ishte Big Brother atë, se është shumë përqesh. Edhe kur hyn aty mrena, i them unë, më falje thash, du të bëj një denoncim. E kupton? Ai roja tha, Luizi, s'ka Luiz. Thash vllai. Gjilponë mrapa, ja? O gjiganti thash, po flas me denoncuj thash, po pas ka ngel menja te Prime thash. Se ishte atë natë Prime thash, pas ka ngel menja atje. Dhe me thonë aq qesharake ishte, dhe më e çuditshme më tha, nuk dorëzohen këtu denoncime, tha du t'i çosh me post. E kupton tani të bësh, supozojmë, ke një hard disk që po përplasët prishet. Dhe ti do me qua vlla me bë denoncime, ai thotë çojë te posta, ai merr ai me biçikletë, rrugës shko rrëzohet ai, rrëzohet hard disku, udhje, thotë ai s'm ke sjellë vlla, se gjë, s'punon hard disk. E kupton domethënë, nisej që këtu, vlla, edhe. Se ja vlen me ykë tjerë, ndoshta një moment tjetër. Pastaj kur më kërcënu me jetë, i shkruajt atij prokurorit, se më kishte thonë vlla për çfarë do lloj gjë më shkruaj. Edhe i shkruajt ai, thash vlla më kanë kërcënu me jetë, duhet vi flasim një çik, të them ca gjëra, ku dyshoj. Numri që ju kërkoni mund të ketë fiku telefonin. E kishte shumë mesazh ti, pastaj morën telefon. Pra i shkoi këtu mesazh. Shkova datje te veni vlla dhe më tha nuk ka kohë tani me të prit. Ndërkohë mund të kisha tritol poshtë makinës valla, ku i dihet, e kupton? S'm prit. Tani ky është spaku valla. Dhe për ta marrë të ta përmbledh, unë mendoj valla që kur bëhet një institucion i mirë, pret që të vijë një njeri pa përlyer. Unë jam një qytetar, kom pagu taksa gjithë jetën, s'ja kom fut shtetit tim kur, si kom marr lek kur, s'kom punu kur me në shtet, s'kom marr kur rrugë në shtet, valla. Dhe ku ta gjente spaku, edhe për imazhin e vet, PR-in e vet, që të vinte një njeri që s'ka lidhje politike, ekonomike me shtetin, dhe të bëj denoncim dhe ta çonte në fund. Edhe do thoshe ja valla, qytetarëve. Merr një shembullin e këtij, që ne ta bëjmë këtë vend. Po duhet më marr nesër një angoni që s'ekziston. Anonimi që shpjegova pak më parë aty, që edhe punë e mirë ti prapë kam përshtypjen që je dakord, si punë e mirë, si punë e keqe nuk je që ta bësh anonim apo. Nuk je me këtë ide. Jo. Realisht si të mirë si të keqen. Nuk jam, ballit asaj gjë se sepse ky anonimi nesër angoni mund të ketë 100 milion arsye të tjera, më të zeza se ajo që ka denoncu për ta bërë atë gjë, e kupton? Edhe realisht ashtu po tet. Dhe çohet gjithë spaku tani për një anonim, punë e madhe. Janë fasada vlla. Vaj, ku do plasi kjo flucka që ne janë fasada vlla që rëndoj më shumë për shqiptarët. Kanë ndodhur në historinë e njerëzimit, kanë ndodhur në vende më të mëdha se ne. Po ca njerëz vlla ju shko mendimi se mund deri te pragu i derës, nga pragu anes menojnë dot. A jemi ne shqiptarë që merremi kaq shumë me politikë që me lidh me këtë me pragun e derës. Ne merremi fare valla me politikë. Po me llafe politike ne. Po jo, ne merrem me thashë them. Me thashë them. Se ne po të merrem me politikë do ishte bogë valla. Do ishte bë. Tani po të dim ne për shembull që numri 2 një parti e caktuar merr tendera në qeveri dhe këtej na bën si opozitë. Po jo, ne do gëzoheshim nëse merrte. Se do thoshin do na vin 50 më shumë, do ishte më të shumta. Gjend për ta mbyll tani, duke të falenderuar prapë për sa i përket kësaj bisede, zoti quhet podcast, janë bërë shumë podcaste gjithandaj. A është detyrë ose lind nevoja që çdo njeri, çdo shqiptar, meqense jemi në Shqipëri dhe jemi shqiptar, e ka të detyrueshme ose do ta ketë shumë nevojshme ose të marrë edhe ndoshta të ketë një lloj feedbacku pozitiv, të kënaqet ose të plotësohet për të reaguar ose për të lënë diçka këtu në këtë vend. Si është këtë? Unë e shoh kështu valla. Duhet me reagu për çdo gjë, që nuk duket në logjikën e çdo personi nuk duket e drejtë. Çfarë do të them me këtë? Mund të reagojmë sot valla që është Edi Rama. E rrëzojmë, vjen tjetri, bën të njëjtën gjë, reagojmë prapë. Gjithmonë, valla, ndryshe nuk hesim përpara realisht. Dhe ndryshe nuk. Pra do ta kthejmë si kulturë, si pjesë tonë, jo për çështje politike. Ndryshe nuk ndryshojnë klasat, valla. Çfarë do të them me klasat? Klasat vazhdojnë akoma. Ti sot ke çuni i babit deputet, po bëhet deputet. Për i tjerë, s'ka ky vend njerëz tjerë, gjithë vetëm këta janë
del ai goca Xhajës, çuni hallës të PS-ja, goca Xhajës atje. S'ka njerëz ky vend valla. Vetëm këta janë. I shef një institucione, drejtora, tezja, daja, mami, babi, tezja, halla. Do me thonë, ose shef për shumë një person, 12 institucione nga rrogat nga 1 milion lekë lartë. Sigur s'ka njerëz ky vend. Se është e vërtet kjo? Po, valla, si s'është e vërtet. 12 pozicione nga 1.000 euro ose 1 milion lekë rroga? Po, valla. Pedagog, drejtor atje, këshilltar atje, specialist ekspert në tjetri, në shoqat atje. Vllai vetëm kur deli emër ty, Arbi Mazniku, ta marr. Në kryetar bashkie, deputet, antari 10 bordeve drejtuese organizatash, shoqatash, ku diun, çaj quhet. Po kjo ndoshta ka ndodhur për shkak se nuk ka S'ka, ka janë vetëm numri këta. shqiptarëve, ka ikë shumë Janë shqiptarë dhe nuk ka S'ka njerëz zgjuar vllai, vetëm këta janë. Deri diku ka lindë si detyrë, duhet me pa nga Po, krau tjetër, përveç jo, pjesës së saj që ai shkreti po jep shumë, e kupton, Po. ai është. Vetë Ai dhe po Edi Rama stërmundohet. thotë unë s'flej gjumë fare, thotë vetëm për ta bërë, se kam të emision timin, thotë për ta bërë Shqipërinë. Edhe shqiptarët e besojnë marrëzisht të pjesë. Një ndër to jam edhe unë që uroj që Edhe unë e besoj. e miq ju Kishte përshëndesim. thënë që rri 2 ditë pa hungër bukë. Po, E rrin. besoj, realisht. Rrin, E besoj. rrin. Gendo të falenderoj. Bukë sana, ata po han kështu gjëra. Po han Krudo. mjet bukë. Han Mjet krudo. bukë me krudo. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi dhe Faleminderit. shumë vyra gjëra që na thema aq pak sa kishim mundësi se realisht këtu shkojnë minutat shumë shpejt. Mos harronin të komentoni poshtë që Kush e ka ble? ky është i shitur, jam atë. Komentoj njëri, ky është më i pa, më fals, duhet më e thon këtë Ta patjetër, them edhe këtë. se nuk e kam thonë. Është një Reddit, e keni dëgjuar Reddit? Po. Është një Kjo kështu është një platformë platformë tjetër, forum. po. Ishin hap një temë me emrin tim. Edhe thonë atje, a janë të vërtet këta që dalin edhe thonë Të denoncojnë. gjërat pa Për vërtetë. shembull Gentian Progni, edhe kishte thonë me emrin mbi emrin. Unë po Po. kërkoja në Google për vete Po, thjesht ke shkruajtur për të bërë një po. analizë. Edhe futëm kot, shofun komente, valla, thoshte njëri. Këtë e njoh shumë mirë, është super mashtrues. Është i pa aftë, s'di me bë as faqe webi. Një tjetër, ky është amator komplet. Sa është. Gjithdora. Kështu që mos harroni me. Boni komente, këto që ta boni dhe këto që miq, ju përshëndesim.